Rasulillah. Sot një privilegj i madh që t'jemi në xhaminë e Hoxhës së nderuar, vllaut ton të nderuar, thirrshit të nderuar, davetçiut të nderuar, Hoxhës Lulzim Susuri. Dhe me që jemi në këtë vend të bekuar, Hoxha, dhe ti je me ne, a mundesh një nasihat për vëllezërit e tonë, për besimtarët të cilët në këtë kohë më së shumti për gjithçka kanë nevojë për këshillat e hoxhallarëve dhe të imamllarëve, Zoti shpërbleft. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë Hoxha Efendi ty edhe këtë hoxhën tjetër, këtë vëllaun, Zoti ju nderoft, pastaj ju nderoft edhe juve vëllezër që keni marrë atë rrugë tim, keni ardhur na keni vizituar dhe padyshim na keni nderuar. Mirë se erdhët në xhamin tonë edhe në xhamin e juaj, sepse xhamijat janë shtëpia e Zotit Azza wa Jall, edhe të gjithë i kanë të drejtat e njëjta të barabarta, pa kurrë dallimi, vetëm thjesht dikush ka përgjegjësi më shumë. Përndryshe të drejtat e adhurimit edhe dyert janë për të gjithë hapur pa marrë parasysh kush janë apo nga janë. Ajo që do të veçoja me këshilla në këtë kohë fitnesh edhe sprovash ku çdo vit vije më i vështirë se sa ai i kaluari në të gjitha aspektet, jo vetëm ato fetare, qoftë ekonomike, qoftë ana psikologjike, fitnet e reja, fitne nuk qita i lejlin mudhlim, pejgamberi alayhis salam ka thonë kanë marrë fitne sikurse ato errësira, domethënë njëra pas tjetrës ose cop. Ne kishme vitin 2020, një vit sprovash edhe fitnesh me Covidin e të ngjashme, subhanallah, nuk e mendon të askush se do të kalojnë 6 vite, dhe vjen viti 2026. Edhe po e ndëgjoj prej një hoxhe, thot subhanallah, ka një zaman kur shenjat e kiametit pak a shumë, domethënë mënyrë të hapur janë duke u realizu, ku hoxhallarët e din mas miri që janë imam, unë te edhe ky vëllau hoxha, ku xhumaja është ngjitë me xhuman. Të duket që xhumat janë një namaz tjetrës, domethënë i harron ato 6 ditë që i ke nga kjo xhumat deri tjetra, që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë që yataqarabu zaman, afrohet koha. Nga fitnet e ndryshme, ajo që do të kisha veçu si këshill në këtë zaman është sa të mundni lidhni zemrat e juaj me xhami. Po bisedonim edhe parës, po përsëritim shkaku i shikuesve që do ta ndëgjojnë në video, sa të keni mundësi vëllezër, xhihadi kësaj kohe, këtij zamani është falja e namazit në xhami. Në veçanti, nuk duhet tash këtu të e përsërita parës edhe pa e ripërsëris, nuk duhet të akuzoj dikon për vëllezërve që nuk e ka xhamin afër, ka arsye fetare, që lirohet nga shkuarja në xhami, domethënë për x arsye. Na po flasim përgjithësi, sa të mundeni faleni namazin në xhami. Kjo është një xhihad, e prej xhihadit më të mëdhej, është pastaj më të madh, është pastaj falja e namazit sabahit në xhami. Lidheni zemrat tuaja me xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se njëri prej 7 personave që në sprovën e ditës së gjykimit, ajo është dielli i cili afrohet mbi kokat tona, Allahun ale tsoftat ditë, është edhe e para shabun nasha fi ta'atillah, një djalë i ri i cili është rrit në devotshmërinë ndaj Allahut. Ne nëse nuk kemi djem të ri, edhe pse akoma konsiderojmë veten si të tillë hoxha, edhe na akona po dikush na thotë këta plesht, se jemi thënë. Atëherë kalojmë te tjetra. Prej këtyre 7 kategorive është edhe një person që qalbuhu muallaqun bil masajid. Zemra e tij është e lidhur me xhamit. Lidhni zemrat me xhamit. Është vendi i vetëm që nuk ke nevojë ti me shku qoftë në deti as në mal për mu qetësu larg njerëzve. Hyn në xhami, sidomos në ato qytetet që janë në metropole. Qytete as të mëdha sa zhurma makinave, stresi, gajlet, ajo kjo puna etj, semafori ku me parku makinën, sa të lashe, kur shkon në xhami, la ilaha illa Allah, thu, a jam në të njëjtin planet, se jo të njëjtin qytet, që harron ndjesinë që jenë midis Tiranës ose të Prishtinës ose të filan qytetit madh, metropol, ose të Stambollit. Ke pa dal jashtë këtë botë tjetër, momentin që hyn qetësohet zemra. Pse? Sepse është shtëpia e Zotit. Prandaj lidhni zemrat e juaja me xhami. Sa të mundemi të afrohemi të xhamit. Bile kur gjëna sa mundemi me bë. Ai që ka mundsinë spaku një vakt le ta fal në xhami. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj fokusoheni në lexim të shoqëruar
me komentim të hoxhallarëve tuaj. Pse po du me ndërlidh këtë? Për arsye se shpesh domethënë ka vëllezër të cilët po mjaftohen vetëm me disa shkëputje ka 1 minutë. Kjo nuk është në rregull. Kjo është në rregull vetëm për kuriozitet. Mirë, po nuk mundesh me marr dijen ka 1 minutë. A ke pa ata të cilët merren me fast food, domethënë hajnë shpejt. Ata nuk kanë fizik të shëndetshëm. Nuk kanë, se mas pari nuk e din çka janë të hangër, e dyta kretë është bo biznes, ato llojet ushqimeve, etj. Atëherë edhe fast derset nuk mundën ty me të rregullu ç'është duhet, nëse ti nuk i merr, po thon me ran, me temel, edhe këtij leximi mjashtu mësimin nga hoxhallarët. Mos u mjaftoni vetëm me lexim pa konsultim me hoxhallarët, për arsye se mund t'i keq kuptoni meselet. Domethënë, ka vëllezër që unë i kritikoj këto sisteme, ka vëllezër të cilët merren me leximin e librave të Ibn Taymiyes. Edhe ai nuk është nivelin për me kuptu. Pse? Se ai cili ka përkthy, mas pari nuk ka qenë nivelin që ka kuptu Ibn Taymiyen. Pastaj e tjetër se ai ka përkthy ose prej anglishtës ose ndonjë gjuhë tjetër në shqip, pra ka shku 2-3 dur, edhe asnjëri s'ka qenë për atyre ekspertët që kanë kuptu. Edhe ky e merr e lexon, edhe ky nuk e kupton. Kur i thuat ti apo lexon, thotë unë s'kam nevojë me shku në derset e Hoxh Dritanit, pse se unë po lexoj Ibn Taymiyen ose Ibn Qayyimin. Edhe e në çman dersin e një që hoxhë edhe keq kupton librën atij dietari. Edhe tash çka ndodh keq kuptimi. Qysh i kanë keq kuptu xhavarixhët në kohën e sahabëve, shumë ajete kuranore. Xhavarixhët kanë jetuar me sahabët, kanë jetuar me tabiinët. Por problemi i tyre se nuk i kanë dëgjuar nga koka aty në kanë dashur me i marr komentimet e ajeteve të haditheve. Prandaj edhe i ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, kalimatul haq urida biha al-batil, fjala është hak që kanë thonë nuk ka hyçëm. Domethënë gjykim vetë se gjykimi i Allahut. Fjalë sakt, por ju e keni për qëllim me shtremu këtë. Prandaj sa njeri e lexon një fjalë hak, po e kupton gabim. E kupton me ose pa qëllim. Lidhni leximin e juaj, marrni libër, lexoj edhe nënvizoj shko te hoxha fendi nuk e kam kuptu këtë mesela. Ka mundësi me ma sqaru për s'dyti. Edhe kështu arrini me e bani balans, ma e mira balans sot është leximi bashkë me konsultimin me hoxhallarët. Pastaj mjaftohuni si fillim kur ta mrini në nivel të lartë. Nëse mrin ajo është meselë tjetër, por mjaftohuni tash me hoxhallarët e vendit juaj, produkte vendore. Unë jam në parim jo kundër, por nuk kam dëshirë, nuk e preferoj, s'po tham jam kundër. Që me shku ti me ndëgju një sheh atje të botës arabe, që po ta përkthen dikush, i cili është shumë i mirë, më i mirë se sa unë edhe Hoxha Dritani dhe ky hoxha tjetër, 1 milioner është më i mirë, por se derset tona janë më të përshtatshme për vendin tonë, për rrethanat në cilat ne jemi të jetu, për kushtet në të cilat është tu kalu Ballkani ose Evropa në përgjithësi. Sepse përtej asaj që ajetit kuranor dhe hadithit sakt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është komentimi, kuptimi i saktë që mirët nga hoxhallarët vendor. Prandaj 1 ose 2 ose 3 hoxhallar le të jenë ura lidhëse mes juve edhe fesë. Nuk po them mes juve dhe Zotit, mos mu keq kuptu sikur sa ata sufit që i lidhin me shehun e vet, e lidhin ibadetin. Po mes juve edhe dijes së sakt le të jetë një hoxh. Ban 2, 3. Mirë po, kanë thonë me kontrin ashtu edhe bahash. Ki kujdes me cilën hoxhi e tu konsultu. Unë çka këshilloj? Unë këshilloj mos me kalu prej hoxhës lagjes juaj te një hoxh tjetër. Absolut. Me najt mas pari. Pastaj nivelet e larta janë mesele tjera. Por nuk po du me zgjat më shumë, vetëm këto. Keni kujdes pra xhamis. E dyta, lexoni sa të mundeni edhe bashkoni mes leximit edhe ndëgjimit të hoxhallarëve, edhe treta, cilët hoxhallarët e vendit tanë. Kjo hoxha shkurtimisht. Allah të shpërblef, thashë Zotit, nderoft dhe të kërkojmë shumë halallëk se të kemi marrë për kohës tënde. Po, kënaqësi është por prezenca me ju, qëndrimi me ju është kënaqësi vete. Allah të shpërblef. Amen. Zotit nderoft ty, këtë xhamat në kullushëm, po ashtu edhe gjithat xhamatin atje, edhe në veçanti plis bardhët që i kenë xhami, që i shohin ato videot e tua, qoftë në TikTok edhe rrjetet e tjera sociale, bëni subscribe, like edhe follow faqet e Hoxhës Dritan Rahmanit. Bona reklam një.